ata që argumentojnë për ekzistencën e gjinive përtej burr grua, listojnë një sër gjinish. Një prej tyre është kjo që thash, pra me ndryshimin e mjedisit, ndryshon gjinia. Ka të tjera që janë me ndryshimin e si thua sezonit, po themi dimër, ver, ndryshon gjinia. Ka persona që pretendojnë që ka 3 gjini në një kohë, është burr, grua dhe asnjëra nga këto. Kështu që ju besoni, pra duke ju personalisht jo. Jo, po atëherë çfarë do të thotë termi gjithëpërfshirës? Ka një paragraf aty që garanton përfaqësim. Dhe është shumë e rëndësishme për persona që do të kanë një identifikim gjinor ndryshe nga burr grua, që të kërkojnë përfaqësim. Dhe përfaqësimi është 30 deri në 50%. Tani këtu përfundon absurditet. 30-50% ka kuptimin kur është burr grua, 30-70, 50-50. Në momentin që ti fut më shumë se 2 gjini, se është gjithë përfshirëse, lejon identifikimi gjinorit, ai tjetri mund të thotë jam X gjini, Y gjini, tjerë, çfarë do ndodhi? Minimumi është 30%. Le të themi kemi 4 apo 5. Me 5 gjini të identifikuara, minimumi 30 përfundon me totalitet prej 150% me 5. 150% përfundon absurditet. Parlamenti. Ai që ka hartuar ligjin nuk kupton matematikën. Po dhe zonja që interpreton nuk e kupton. Ka unë, ngritë një shqetësim. Të minimumi. Jo, më fal, desha thosha këtë që prandaj ka interes për ta çuar këtë ligj sepse kërkohet përfaqësim të identitetit gjinor. Personi do kërkojë që të drejtohesh mua sipas gjinisë që unë identifikohem. Nëse nuk i drejtohesh, ti do të përballesh me akuzat për diskriminim. Jo, ligji s'ka këtë objekt. Më vjen padyshim, a ke lexuar? Them disa në mënyrë telegrafike se nuk ka hapësirë për të folur shumë. Ligji është hartuar në mënyrë të njëanshme, që në nisje kur hartohet në mënyrë të njëanshme është diskriminues. Pra konsultohet vetëm me një palë dhe jo me shumicën. Pra është diskriminues ndaj shumicës. E dyta, do të kthehet në një platformë i arsimimit ideologjik, pra duke qenë se kjo kërkon që këto terma, norma, përemra duhet pasqyrohen në tekstet shkollore, kjo do shkojë deri te fëmijët. Kjo është një problem shumë i madh. Së treti, kjo do të prishi kohezionin social, sepse sapo të ketë implikimet e veta ligjore, sepse një aspekt që kërkon ligji këtu është kjo duhet të rakordohet me ligjet e tjera, që do të thotë ligji i ligjeve civile, mos mendoni që do të qëndroj ashtu siç është pasi të kaloj ky ligj, sepse do kërkohet rakordimi i ligjeve. Ai do fillojë të ndryshojë, do marrë të njëjtën gjuhë. Edhe kodi familjes së Po bravo, gjitha me radhë. Pastaj çfarë do ndodhi? Pastaj si do të pasqyrohet mungesa e diskriminimit në sporte, po themi. Kjo do prishi kohezionin social. Ajo që po ndodh sot në Amerikë, ka ndodhur për shkak se pra ky polarizimi, sepse shkojnë në absurditet kalimi këtyre ligjeve, performimi i tyre në për fusha të ndryshme të sportit, e pam prindrit që kjo u bë absurde, e pam prindrit që ky indoktrinimi filloi në shkolla dhe filloi të reagojë dhe shoqëria është polarizuar. Ne do të rrezikojmë të prishim kohezionin social të shoqërisë tonë nëse do ta kalojmë këtë ligj. Kushtetuta jonë është shumë e qartë, ligjet nuk i vendos feja, vendosen mbi të drejtat, e çdo qytetari. Për ta nisur nga kjo fundit, zonja të nderuara kanë qenë përgatitur se do të përdorim argumente teologjike, asnjëri nga ne nuk përdori argumente teologjike, kështu që kishte përgatitur. Nuk ishte e nevojshme sepse ne duke përmendëm. Unë mendoj që ligji është radikal. Nuk e di nëse kuptojnë të gjitha implikimet e tij. Është për herë të parë në historinë e legjislacionit shqiptar gjinia nuk kuptohet më burr grua. Edhe kjo të prezantohet kaq lehtë, të merret sikur përtypet edhe gjithçka që vihet kundra këtyre si disinformim, kjo domethënë ose nuk kuptohet thelbësisht implikimet e tij, ose si më thën, kushdo që na dali përpara thjesht do ta anatemojmë që ta çojmë përpara atë projektin ton. Ligji do të kufizojë lirinë e shprehjes në mënyrë maksimale, njerëzit do të bredhin gjyqeve për shkak të mos përdorimit të përemrave apo të emrave të termave. Sepse ligji akomondon këtë. Ligji do të ketë ndikim shumë të madh në ligjet e tjera që ne pastaj do t'ja korrim dhe mbase zonjat kur të vinë mbas 5 vitesh, 10 vite, dash zoti nuk kalon, po kaloj ato do vinë thotë kishit të drejtë nuk ju dëgjua. Kush do thotë më? Kishit të drejtë. Ligji prezantohet jo konventa ndërkombëtare, jo përputhja e ligjeve, jo procesi i integrimit, është pa sinqert minimumi, është gënjeshtër në rastin më të keq. Nga 27, 22 prej vendeve të Bashkimit Evropian e kanë përkufizimin binar, jo binar të ligjit të gjinisë.